Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Aktoria e njohur turke vjen në Shqipëri, e quan shtëpi dhe këndon shqip. Aktoria e njohur turke Suburcu Yazgi po kalon disa ditë të bukura në Kosovë dhe ka tërhequr vëmendjen e publikut me postimet e saj në rrjetet sociale. Në një nga publikimet, ajo e ka cilësuar Kosovën si shtëpi, duke shprehur afërsinë me vendin. Gjatë qëndrimit, ajo ka ndarë në Insta Story fotografi dhe video ku shihet duke kënduar në gjuhën shqipe. Ajo ka prejardhje të përzier me nënën shqiptare dhe baban turk. Në një nga videot e shpërndara, aktoria këndon një këngë të artistit Butrint Imeri, gjë që ka marrë komente pozitive nga ndjekësit e saj.